Do të flasim tani për disa nisma ndërmarra nga qeveria shqiptare së fundmi, sikurse është paqja fiskale, udhëzimet nga Ministria e Financave janë publikuar javën e kaluar, por gjithashtu për një tjetër nismë dy fishon ndërmarrjen tënde. Më gjerësisht do të diskutojmë me zotin Florian Zekja, koordinator i ProExport Albania. Zoti Zekja, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ta nisim me paqen fiskale, u publikuan javën e kaluar me thuajse 4 muaj vonesë, udhëzimet nga Ministria e Financave dhe tashmë e kemi më të qartë se si do të funksionojë ajo. Fillimisht për ta nisur bisedën, nga industria që ju përfaqësoni, mendoni se do të përfitojnë nga paqja fiskale nga thuajse treja fazat para 2014-s, 2015, 2019 dhe 2020-2024? Unë mendoj që një pjesë e sektorit manufakturës ka mundësi që të përfitojë, por që gjithsesi është një përfitim relativisht i vogël, sepse siç e dim, organet tatimore nuk është se lejojnë më shumë se një muaj që të kemi vonesa në pagesën e kontributave dhe sigurimeve. Gjithsesi mund të ketë nga ato biznesi që për arsye të ndryshme, për mungesë financiare, për problematika që mund të kenë pas në ortakërit apo probleme të ndryshme që mund të hasi biznesi gjatë rrugtimit, ndoshta mund të përfitojnë, por që nuk më merr mendje që është në një përfitim i madh i cili mund të themi të zhbllokojë një situatë e cila e mbartur me vite të influencojë shumë në sektorin e manufakturës. Gjithsesi është pozitive si nisëm, sepse qëllimet që i ka vënë qeveria vetes të pastrojë themi atë portofolin e borxheve të mbartura që nga themi në vitet e para të demokracisë deri tani, po ashtu dhe mund të jetë në një ndihmës për sa i përket në një biznes të manufakturës i cili për arsye të ndryshme, siç e theksova, mund të ketë pas në një akumulim të borxheve, të cilat në sistemin e tatimeve rriten si interesat, po ashtu dhe gjobat rriten në mënyrë progresive. Kështu që do shohim se sa biznesit manufakturës do aplikojnë, por çfarë mendoj unë është që periudha deri në datën 5 qershor për të aplikuar është një periudhë shumë e shkurtër, sepse që nga momenti që u lançua e deri tani kanë kaluar shumë muaj. Dhe ndërkohë që momenti që vijnë të gjitha udhëzimet i lët një afat jashtëzakonisht i shkurtër për bizneset për të aplikuar siç është data 5 qershor. Për mendimin tim ajo duhet të ishte pak më gjatë, mund të ishte deri në fund vitit dhe normalisht do i lente kohë biznesit të rishikonte situatat e tyre për të përfituar nga kjo paqe fiskale. Në sektor tjerë, zoti Zekja, kam përshtypjen që informaliteti për gjatë viteve ka qenë nivele më të larta, ndërsa tek industria me fason, edhe për faktin që ju punoni më shumti me klient jashtë Shqipërisë, jeni detyruar që gjithçka t'i bëni sipas rregullave. Megjithatë, duke marrë parasysh faktin që ju e dini pak a shumë sa xhiro do të keni, sepse kontratat i nënshkruani kohë përpara, mund përfitoni nga oferta tjetër e qeverisë shqiptare që nëse deklaroni 18% fitim në vitin pasardhës, çdo fitim mbi këtë 18% do të tatohet nivelin e 5%. Shkollit jo në situatat që po kalojmë si gjeopolitike, po ashtu dhe situatat e brendshme, e bën që biznesi të ketë një parashikueshmëri shumë të ulët për sa i përket themi atij fitimi që të nxjerrë në fund vitit, sepse siç e keni vënë re ju dhe gjithë ne, kemi pa që këto krizat janë po janë shumë të shpeshta, po ashtu dhe pandemitë të ndryshme, ndërkohë që kemi dy luftra që kanë ndikim global, po ashtu është edhe frika e një përhapjes së një pandemie të re.
Kështu që sektori i manufakturës që ka lidhje jo vetëm me faktorët e brendshëm, por më shumë me faktorët e jashtëm, geopolitik dhe global, e ka shumë të vështirë të bëjë një parashikim, sepse siç e shihni situatat janë shumë dinamike dhe është themi shumë e vështirë të parashikohet një gjë e tillë. Por që gjithsesi ajo mbetet një opsion për ato biznese të cilat mund ta kenë të qartë se sa do jetë fitimi i tyre, ato që mund të kenë kontrata, po them nëse kanë kontrata me ente shtetërore dhe kanë një kontratë të cilën duhet ta realizojnë brenda afateve, ato patjetër që e kanë paga shumë parashikimin e qartë. Por sektor, sidomos ai modës, i cili ka të bëjë me sektor të sensibël, siç është moda, apo dhe themi varet nga tregu evropian, e kanë shumë të vështirë ta parashikojnë dhe siç e keni pa dhe ju, edhe dhënat e Instat, biznesi manufakturës dhe eksportues përgjithësisht kanë pas rënje të çdo muajshme. Kështu që është pak e vështirë që ky opsion të vinë në ndihmë biznesit të manufakturës për gjithë këto faktorë që unë rëndita. Zoti Zekja, si është situata aktualisht për ta lidhur edhe me një nismë që qeveria shqiptare e ka njoftuar në muajt e fundit, është intensifikuar si çështje në javën e kaluar dhe pritet që të fillojë edhe zbatimi i saj. Bëhet fjalë për nismën dyfisho ndërmarrjen tënde. Do të përfitoni duke pasur parasysh edhe vështirësitë me të cilat po përballeni jo vetëm gjatë këtij viti, por kam përshtypjen që nga fundi mesi 2023-shit. Atëherë ky është në vetë një mekanizëm i cili është i përpiluar disa vite përpara në vitin 2024 në bashkëpunim me sektorin manufakturës dhe nxori si produkt garanci shtetërore në vitin 2024, e cila për një sër arsyesh nuk funksionoi. Por po ta krahasoj me këtë nisëm të qeverisë, mund të them se 80% është pak a shumë e njëjtë, ka disa përmirësime për sa i përket shtrirjes së aplikimit, i cili është me një afat më të zgjeruar, nuk është me 2 muaj siç ishte herën e kaluar, por është deri në fund të 2027-s, po ashtu dhe normat e interesit janë të pandryshuara për 10 vitet e ardhshme. Gjithsesi është edhe një avantazh tjetër fakti që nuk është një garanci shtetërore e kufizuar me 3 vjet, por është në 10 vjet. Ka dhe një avantazh tjetër i cili është shfrytëzimi i kësaj garancie shtetërore për imobiliarët, për zgjerim ambientesh, për blerje të ambienteve të reja apo ndërtim të ambienteve të reja, ku mund të përfitojë nga kjo garanci deri në masë 25% të investimit, por që ka një problematik që për sektorin tonë është shumë e madhe, sepse fakti që shtrihet vetëm për bizneset të SME, të cilat janë bizneset të cilat mund të përfitojnë veç ato biznese që kanë 249 deri në 249 punëtor, apo nuk mund të përdoret për kapital qarkullues, të janë 2 masë në cilat e vënë pak në vështirësi për sa i përket fushës së aplikimit të bizneseve manufakturës. Sepse në një moment të tillë ku ka biznese që mund të kenë edhe qoftë edhe një punëtor më shumë, mund të kenë 250 punëtor, del automatikisht nga kjo listë përfitime. Ose detyrohesh të jashtosh një. Po për një herë duhet bërë makinezio, po thash një, po mund të ketë edhe 10 më shumë. Kështu që është një problematik, po ashtu dhe për sa i përket kësaj garancie shtetërore e cila nuk mund të përdoret për blerjen e lëndëve të para, që është një pikë e fortë për bizneset të cilat kanë nevojë të bëjnë transformimin nga material porositës në cikël të plot.
Kështu që është një mekanizm që në tërësi është pozitiv, por ka dhe pikat e errta të cilat frenojnë apo kufizojnë atë fushën e aplikimit për disa bizneset manufakturës. Ka shpresa që mund ndryshohet, zoti Zekja, në bazë të diskutimeve që keni pasur apo konsultave? Jo, nuk ka shans të përmirësohet, sepse është një marrëveshje me bankat e nivelit 2 dhe si qeveria, po ashtu dhe bankat e nivelit 2 duhet të ruajnë interesat e tyre, sepse aplikimi me fushë shumë të gjerë në kundërshtim me interesat e bankat e nivelit 2, sepse ato duan të shesin edhe produktet e tyre përveç këtij produkti të nga qeveria dhe këto banka, kështu që ka përshtypjen që është pak e vështirë, por ajo çfarë është pozitive nga ajo çfarë kemi kuptuar ne, është se ky do jetë një produkt i cili do jetë permanent, në sensin që është një eksperiment që po bëhet me bankat e nivelit 2 për të parapërgatitur që të jetë një produkt permanent për bankën e zhvillimit, e cila është një bankë e cila është në hapat e parë të fillimit të punës. Kështu që kjo është një anë pozitive dhe nëse nesër do jetë një produkt i bankës zhvillimit, duke qenë një produkt totalisht në kontrollin e qeverisë, atëherë mund të themi që mund të ketë hapësira për të përmirësuar apo për të zgjeruar gamën e aplikuesve. Zoti Zekja, në garancinë sovrane shtetërore që u ndërmor disa vite më parë, ishte një lajm i mirë, sigur se kemi diskutuar së bashku në atë kohë, por thuajse nuk përfitoi fare industria për shkak të burokracive të ndryshme. Mendoni se këtë herë bankat e nivelit të 2 do të jenë më fleksibël në mënyrë që kredia të shkojë realisht tek bizneset dhe me interes, sikurse është njoftuar nga 2 deri në 3%? Atëherë, në vetë kjo është një kredi e cila do kaloj patjetër në analizën e riskut dhe kjo varet si nga bankat e nivelit 2, por ashtu edhe nga kushtet që Banka e Shqipërisë vendos këtyre bankave. Kjo në vetë kjo është një kredi normale, e vetmi avantazh është të vetmet avantazhe janë norma e interesit, e cila është nga 2 deri në 3% në bazë të kolaterale që të vendosin biznesi, po ashtu dhe përfshirja e qeverisë në këtë iniciativë me 70% të kolateral, edhe ky është një avantazh. Por ajo çfarë duhet të theksojmë dhe duke pas parasysh eksperiencët e viteve të kaluar dhe të garancive shtetërore të cilat janë aplikuar, janë koha e daljes në treg dhe themi edhe burokracitë, sepse po të kemi parasysh garanci shtetërore të 2024-s, përveç faktit që unë doli shumë vonë në treg dhe biznesi kishte të vështirë për ta përthithur, po ashtu dhe ishte shtrirja. Herën tjetër ishin vetëm 4 banka në nivelin të 2 të cilat firmosen me qeverinë për të garancinë shtetërore. Ndërsa në këtë rast janë të gjitha bankat në nivelin 2 të cilat kanë firmosur dhe bëhet dhe më lehtë për biznesin i cili nuk ka nevojë më tashmë që të ndrojë themi partner banket e nivelit 2 për të përfituar të garanci shtetërore. Se përpara ishin vetëm 4 dhe nëse një biznes do të aplikonte në këto banka, normalisht duhet të zhvendosë të gjithë aktivitetin, pagat e punonjësve të tjerë. Ndërkohë, në këtë rast është më lehtë sepse çdo biznes i cili ka një partner bank nivelit 2 arrit të përfitojë këtë produkt sepse e kanë gjitha bankat. Zoti Zekja, ju e përmendët pak për gjatë fjalës tuaj rëndësinë që do të ketë kur të jetë funksionale Banka Shqiptare për Zhvillim. Mendoni se do të jetë një mjet i mirë edhe në ndihmë të industrisë suaj, pikërisht për faktin se këto fonde, këto kredi të qeverisë shqiptare do të disbursohen për bizneset pikërisht nga Banka Shqiptare e Zhvillimit dhe nuk do të ketë qeveria më pas nevojë për të rënë dakord me bankat e nivelit 2. Unë kam përshtypjen që kjo bankë e cila nuk është
produkt shqiptar, por është çdo vend i zhvilluar e ka këtë bankë. Mendoj që do i vinë në ndihmë gjithë ekonomisë shqiptare dhe për qeverinë dhe shumë më lehtë të marrë këto iniciativa, sepse nuk do jetë e nevojshme që të ketë një akord duke pranuar ndoshta edhe disa dizavantazhe për sa i përket produktit, sepse do jetë një bankë direkte e cila do arrijë të hedhë në treg produktet të cilat qeveria i mendon dhe për t'i vënë në zbatim, po ashtu edhe produkte tjera siç janë fondet e IPARD-it apo produkte tjera të cilat mund të jenë fondet e Komunitetit Evropian, nuk do jetë e nevojshme që të kalojnë nëpërmjet bankat e nivelit 2, por do kalojnë direkt nga banka e zhvillimit. Dhe kam përshtypje, duke konsideruar qeverisë si një partner, kam përshtypje që kjo bankë do jetë një mekanizëm më fleksibël dhe më efikas për të vënë në jetë si ato synime që ka qeveria, po ashtu dhe biznesi të ketë një lidhje më direkte me qeverinë. Zoti Zekja, dhe për të mbyllur bisedën, si ka qenë 2026, atë paktën 4 muajt që janë mbyllur, janar-prill? Atë nuk është e vështirë që ta shohim se si ka qenë vazhdimësia e sektorit, mjafton të marrim të dhënat e instant dhe shohim që sektoret me fjalë eksportuesit në përgjithësi kanë qenë në vështirësi. Importet i kanë marrë terren eksporteve, pra deficiti tregtar është thelluar dhe sektori më i prekur ka qenë sektori manufakturës që siç e dim për një sër arsyesh të cilat ne kemi analizuar shpesh në studion tuaj, po gjenden në situatën më të pasigurt dhe më të vështirë për sa i përket këtyre 35 viteve. Dhe këtu janë faktorë që janë faktor vendimtar të brendshëm, rritje kostosh, faktor gjeopolitik, faktor që kanë lidhje me sektorin e modës, i cili është një sektor shumë sensibël, kështu që është një sektor i cili po ridimensionohet dhe po të shohim të dhënat e fundit të Instat, shohim që me të vërtet po vërtetohet ajo problematikë që ne kemi theksuar kohët e fundit, që nga 2022, cili është viti më i mirë për sektorin manufakturës, dhe deri tani kemi një rënje prej 40%, dhe kjo rënje përkthehet në inovacion, në transformim, në vende pune, në investime e tjerë. Kështu që kjo është një situatë e cilën ne po e përsërisim muaj pas muaj dhe po të mos jetë data në intervistën tuaj, janë i njëjti opinion që përsëritet dhe nuk ka asnjë farë ndryshimi. Dhe kam përshtypjen që në lidhje me sfidat e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, industria juaj kam përshtypjen është integruar tashmë sepse gjithmonë keni punuar me partner europian apo më gjerë. Pra, nuk jeni në frikë apo në angthin se kur t'jemi pjesë EBS, konkurenca për ju do t'jetë me ashpër. Atëherë po ta shofish nga jashtë, ndoshta duket ashtu siç thonë ju, siç analizuat ju, por në vetvete ne jemi është komplet ndryshe situata, sepse ne jemi të integruar si fasonist, si material porositës. Dhe në momentin që ne dalim në treg europian, duke përballur me konkurrencën, me pagat që do përballen nesër me Komunitetin Evropian dhe problematikat e tjera për standardet, certifikimet, kushtet e punës e tjera, ne jemi shumë brapa. Kështu që nëse ne vazhdojmë me këtë ritëm për të hyrë në Europë, kështu siç jemi, si fasonist, kam përshtypjen që do kemi shumë vështirë dhe një pjesë e madhe e sektorit do ridimensionohet. Por nëse ne në këto vite të pakta që kanë mbetur, do merret iniciativa për të bërë transformimin, për t'i dhënë vlerë të shtuar produktit tonë, për t'u automatizuar dhe për t'u parafruar me standarde europiane, është e mundur që kjo që thoni ju. Por që për momentin, nëse vazhdohet me këtë mënyrë menaxhimit të bizneseve tona, kam përshtypjen që do jetë shumë e vështirë dhe
nuk do kemi fatin e ridimensionimit që paten vendet themi të ngjashme me Shqipërinë, siç është Rumania apo Bullgaria, por dëmi do jetë edhe më i lartë se ç'ishte në këto vende ku momenti që hyn në Europë, sektori manufakturës si vesh edhe kurs pati një ridimensionim. Po. Zoti Zekja, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbar.